Mirë se erdhët në këtë hapësirë, do të bisedoj me një shqiptar nga Gostivari, nga Maqedonia e Veriut, por është një histori e vështirë emigrimi, e vështirë sfidash personale, deri tek skenat ndërkombëtare të motivimit dhe të zhvillimit personal. Toni Jeton Selimi është një djalë nga Gostivari që u ngrit nga këto sfida të vështira të fëmijërisë për të bërë sot një nga zërat më të fuqishëm global të transformimit njerëzor dhe inteligjencës artificiale. Do doja t'u prezantoja diçka më tepër rreth arritjeve dhe sukseseve të tij. Jeton prej 36 vitesh në Londër, nga Londra në Times Square, nga konferencat dhe fjalimet e famshme në TED në Kombet e Bashkuara. Librat e tij bestseller, 7 të tilla, të cilat gjenden dhe kanë marrë në Amazon dhe kanë marrë çmime të vazhdueshme, punon me CEO-t, me yjet e Hollywoodit, është sipërmarrës, është avokat, ka shumë për të folur për Tonin, por më parë do doja që ta përshëndetja dhe t'i uroja mirëseardhje në Reze Dielli, është në Shqipëri prej disa ditësh për të ndihmuar dhe për të dhënë kontributin e tij pikërisht në këto fusha që unë përmenda. Kënaqësi që je këtu, Toni. Kënaqësi që jam këtu, posaçërisht në emisionin Reze Dielli. Për shkak se ato rrezet neve na mbajnë të gjallë. Dhe gjithmonë është kënaqësi kur kthehem trojet tona dhe të jap disa mendime nga ana e shëndetit mendor, emocional dhe profesional. Se si audienca dhe populli mund të ngrihet dhe të kalojnë betejat së më shpejti. Dhe si një narrator dhe një fjalues i cili mban mbërthyer ato sallat e mëdha me persona të cilët ndjekin këto fjalime motivuese, të cilat na ndihmojnë në rritjen tonë personale, në transformimin tonë, në zhvillimin personal, sepse vitet e fundit dhe në Shqipëri ndihet kjo lëvizje apo jo. Dhe Toni në ditët e sotme je pikërisht në këtë rreth të motivuesve dhe folësve ndërkombëtar, të cilët frymëzojnë apo motivojnë, sepse të dyja mund të kenë kuptime të ndryshme, turma të tëra njerëzish. Por do doja, përpara se të flisni për sukseset e tua, do doja ta nisnim aty te rrënjët. Ti ke lindur në Gostivar apo jo, në Maqedoninë e Veriut? Korrekt. Në një familje të madhe, si që janë familjet tona tradicionale shqiptare. Domethënë në rrita një familje tepër të madhe. Jam fëmiu i 6, domethënë më i vogli, kam 4 motra dhe një vëlla. Dhe gjithashtu familja e nanës është tepër e madhe dhe familja e babas është tepër e madhe. Pra një familje e përulur, bujqësore, shpirtërore, punëtore. Ne kishim edhe fermën në Maqedoni, por gjithashtu restorane në Jugosllavi dhe në Bosnë. Dhe u rrita në 2 bota të ndryshme. Bota e parë ishte bota ku domethënë kontribuon në familje me punë, domethënë me bujqësi, me lop, duke shitur dallт dhe perime, produkte të farmës në komunitetin shqiptar, turk, roman dhe maqedon. Dhe gjatë pushimeve, nuk ishim në pushime, ne shkoshim në restorant të zaventojmë prindët dhe të punojmë. Nga ana tjetër kishte tepër të lashe të ndryshme, domethënë ne kishim plot punë, dhe po kishte gjithashtu gjendja emocionale dhe domethënë dhuna që ndodh në familje, dhuna emocionale, dhuna psikologjike që në atë kohë normal, nëse kishim këtë fjalor, dhe këto mundësi, nuk e njiftim se çka do me thonë, por ne vazhdojshim, do me thonë, të kalojshim këtë sende duke u fokusuar nga një anë në shkolla, nga ana tjetër, do me thonë, punën. Dhe shumica e termineve që kena sot, as që ekzistojshin që ne t'i dim, po që nuk flasëshin në shkollë, po gjithashtu në familje. Për shkak se ishte një lloj turpi apo tabuje për ta ndarë frike, sepse familja tradicionale dhe ishte i presionuar për ta treguar. Pikërisht në këtë restorantin që ju përmendët, që ishte pjesë e familjes, ti vazhdoje të shkoje, të jepje një lloj kontributi. Por më herët, do doja të dija, sipas atyre që ti ke deklaruar, sepse i ke rrëfyer dhe në librat e tu, çdo gjë që ty të ka ndodhur, sfidat, dhuna, bullizmi, abuzimi, janë te libri Lajnles apo Lajnles, po, korrekt. në të cilën ti je rrëfyer pa dorashka, pa filtra, edhe aty ka shërbyer si një lloj frymëzimi apo motivimi, që edhe ata prindër që janë ndoshta të pavëmendshëm ndaj disa sjelljeve të fëmijëve të tyre, mund të frymëzohen për t'i pyetur dhe për të zbuluar se çfarë ka ndodhur me ta, nëse ka një abuzim apo jo. Dhe më beso, edhe në realitetin shqiptar janë të panumërta abuzimet. Ndoshta të parrëfyera,
ndoshta diçka mund të ketë vënë në lëvizje, por më trego pak si ndodhi fakti që ti ke qenë i bullizuar dhe ke qenë po ashtu dhe i abuzuar seksualisht, në cilën moshë? Në moshën 5-6 vjeçare, do më thënë, ne flasim në një kulturë ku prindët tonë pa me sytë tonë se nëna si abuzoheshte prej familjes. Dhe ti rritesh, për gjithashtu edhe motra që i ka më të mëdhaja. Do më thënë, kur e shef ti abuzitetin dhe nëse je në vete, nëse i pyet disa pyetje, ti sefte e din se nuk është normal të shofish këtë sen. Po si vogël ti nuk e ke atë fuqi që mund bësh një kontribut, do të thënë të ndryshosh diçka, posaçërisht në atë kohë. Dhe abuziteti im i parë ndodhi, do të thënë, në restorane, duke prindët e mi duke punuar, ndër syrin e atyre që ata nuk e panë. Dhe më dyshte 40 vite të punoj me ekspertet të ndryshme dhe të shkoj gjatë shërimit që dyshte të shërohem dhe të kuptoj traumat e ndryshme edhe nga ana e bullizmit, edhe trauma që i shefti të motrat, të nana që i shef, dhe ta kuptojsh se bota nuk është dhunë. Ka qenë person i rrethit familjar, personi që abuzoi ose pedofili që abuzoi me një djalosh 4 vjeçar si ju? Ishte person që baba i punsoi në restoranet tona. Do me thënë, në atë kohë ne kishim plot punëtor prej personi i Maqedonisë. Do me thënë që u jipte punë dhe i bënte si familje. Do me thënë, ne kena një gjë si... Ishte pjesë e familjes? Ishte besuar jo familje me puna? gjak, po është, do me thënë, si pjesë e familjes. Prindët e mi trajnonin çdo njeri që punonte në restoranet tonë si fëmijë të tyre. Dhe, do me thënë, gjatë kësaj kohe, do me thënë, atëherë u sëmura për së tepërmi. Dhe kur nga akumulimi, nga stresi, nga frika? Nga çdo gjë, dhe gjithashtu kishte një infektim. Do me thënë, moshën 8 vjeçare, 9 vjeçare, unë mbeta në spital afër 1 vjet të gjys. Pa frym, i lidhur në makinat e jetës. Dhe e mbajmë kur nana kërkoi ndihmë ke njerëzit spiritual dhe të shëruesit me bioenergji. Dhe edhe pse mjekësia në atë kohë, do me thënë, bëni çka do, ata i dhanë nanës dhe babas një letër, thonë, përgatitu për vorim. Por nëna dhe baba shkuan të një njeri shpirtëror që kur jam lindur u ka thënë nanës ki njeri dhe bëhet shurues në fërtan botën. Do të thënë ki e ka botën e ka në dorë të ta ketë dhe ketë nana dhe të ketë shtëpia në thënë botën. Dhe ai ka qesh dhe ka thënë, oja, kjo është veç një provë për këtë. Interesante që do mendosh që kaq vite para kanë ekzistuar pikërisht to metodat të bioenergjisë apo të shërimit shpirtëror, gjë që sot po i njohim në realitet. Këta kanë ekzistuar me mija vite, por ne kena qenë... Kanë ekzistuar, por nuk i kemi njohur. Shumica e njerëzve nuk kanë njohur, por njerëzit që kanë, domethënë, kanë përkushtuar jetën të mësojnë dhe të bëjnë atë rrugëtimin shpirtëror, si zakonisht jeta ju jep atë dorë dhe një dritare që kur qilet, ti fillon të kuptosh një gjë shumë më thellë se kush jena ne si që një njerëzore. Edhe shkenca në atë kohë nuk i ka pas gjëra që shkenca sot vërteton se çka njerëzit shpirtëror dhe filozofët e jashtë me mia vite që i kena pas përpara, dhe në atë kohë ne s'kena pas mjedisin. Kena pas njerëz të ngritur që kanë ditë natyrën, që kanë ditë çdo gjë në natyrë se si mund të përdorin natyrën të shërojnë trupin. Dhe përdorin këto metoda, e kuptova. Periudha e shkollimit sërish të shoqërua me sfida të tjera. Korrekt. Do me thënë, në Maqedoni, atëherë u mbyllën gjithë shkollat shqiptare. Dhe dështë të shkojnë në shkollën më të fortë të matematikës në gjuhën maqedone. Dhe në Korçagin, në Shkup, do me thënë, e kisha bullizmin konstant çdo ditë. Për çfarë bullizoheshe? Se isha shqiptar, ajo ishte numri 1, do me thënë, bullizimi. Jo se nuk isha studenti mirë, se isha një ndër studentet më të mirë në Korçagin. Dhe gjithashtu i bëra fitova çdo gara nacionale, po gjithashtu ishte jugoslave në matematik, fizik. Pra olimpiadat, konkurset që bëhesh për shkolla. Por, nga ana tjetër kishte pjesë shtres, jo gjithë maqedonasit, por disa nga maqedonasit që turreshin, që dyshin gjithmonë të zhdukin si shqiptar. Edhe mësuesit. Edhe mësuesit. Disa prej tyre ishin serb. Do me thënë, ti si fëmijë, 14 vjeçar, çdo ditë të tregojnë se ti nuk do bësh asgjë. Çdo ditë të tregojnë, korrekt. Do me thënë, posaçërisht, edhe pse isha më i mirë në fizik, profesoresha e fizikës në shkollë të mesme, ajo gjithmonë më thonte, shiftaru, ti asgjë nuk do bësh, edhe ti asnjëherë nuk do të kalosh vitin. Edhe pse për gjithë shkollën e mirësha garat numër 1.
Si Dhe në ta fund të përballoje, vitit, Toni, atë presion në adoleshencë, kur edhe vetë mosha të bën të jesh pak më rebel, të ka ndihmuar, si e ke përballuar? Çfarë thoje në familje kur shkoje pas gjithë këtyre fenomeneve apo momente të bullizmit? Një gjë është, prindët nuk na mësuan neve të flasim për të tjerët. Por na mësuan të tregojmë njerëzve me vepër se kush je. Dhe këtë kam pas një zë prej zvoglit që prindët më kanë thënë. Mos që tregon njerëz me fjalë ose të justifikosh se kush je, po tregova me vepër. E vepra ime u hyra në, domethënë, të bëjmë më i miri me punë edhe me mësimet. Dhe gjithashtu me këtë sens ti pastaj i tërheq njerëzit në të njëjtën shkallë. Dhe kisha njerëz shkenca dhe aty dole përsëri Excelenti i pari. Dhe do me thënë ti gjithashtu me energjinë tënde, me sjelljen tënde fillon ti tërheqish njerëzit që të ndihmojnë në këto do me thënë momente kyç që ti të ndryshon perceptimi për një gjë. Do me thënë mund ta humbish veten në atë moment, nëse nuk je i fortë, nëse nuk je vlera të forta, ne kishim vlerë të punës. Do me thënë puna si punë mund të të shëndoshe nëse ti e fokusohesh te puna dhe te qëllimi që ke. Absolutisht. Dhe qëllimi jem ishte të jem më i mirë dhe prindët na edukuan që mos të jena, domethënë, të vazhdojmë punën si ata 18 orë në restorane të punojnë. Po të zhvillohesh dhe të investosh të zhvillohesh, të investosh te shkollimi, posaçërisht te gjenia femërore te motrat. Për çfarë dege zgjodhe dhe ku studiove? Do të thonë, pasi e kryera shkollën e mesme të matematikës, u shkova në shkollën më të mirë të Nish Jugosllavit të elektroteknikës e elektroinxhinierisë në Zagreb. Dhe aty kur e kryeva, besova kur i lash gjithë këta problemet, dhe një vit me të vërtetë u kënaqja në Zagreb për shkak se nuk kisha bullizëm se ishin shqiptarë në Zagreb. Edhe kur kryeva provimet pranuese ishin tabela numër 1 prej 120 kandidatëve prej gjithë ish Jugosllavisë. Do me thënë, ajo t'jep ti me njëherë një reputet me këta 120 njerëz nga gjithë ish Jugoslavia që dëshirojnë të studiojnë inxhinierin, fizikën, matematikën. Dhe aty nuk ke dallime më nacionale. Nacionale, të kesh dhe ishe më i lirë dhe më i pranuar. Më i pranuar, por gjithashtu ata shohin se kapaciteti, jo se nga vjen. Por me vete kishe këtë traumën e abuzimit seksual gjatë gjithë këtyre viteve që të kanë ndjekur, si arrite ta largoje mendjen apo të mos flisje, të mos hapeshe me dikë? Së pari, do me thënë, ne u rritëm në një kulturë që çdo gjë më shefet ndër qëllim. Do me thënë... Ndër rrogos. Ndër rrogos, okej. Çdo gjë më shefet. Dhe në momentin, do me thënë, i kam harruar gjithë ta sende prej shtypjes dhe prej dhimbjes. Është procesi masi, do me thënë, gjatë luftës u ringjallën gjërat, do me thënë, që kam ndodhi gjatë luftës ish Jugoslave, dhe kur jeta më shpëtua dhe erdha rrugëve të Londrës. Si ndodhi? Ndodhi një njoftim i befasishëm ku ty të thirrën për ushtar apo jo gjatë kohës ishe? Jo, në atë kohë ishte patjetër, do me thënë, momenti që nisi lufta civile, gjithëve neve të rive na morën direkt në ushtrinë jugoslave. Do me thënë, prej fakultetit direkt. Dhe 6 muajt e para ne nuk kishim mobitelet i tregojmë prindërve se ku jena. Do me thënë, ata e dinë se na kanë marrë, por s'dinë se ku. Do me thënë, basi e kryjmë në ushtrime që do ishte të kryjmë dhe të marrim, do me thënë, armën dhe të luftojmë, atëherë ishte ditë e parë që i pash prindet e mi që erdhen në ditën e lirë. Sa zjati kjo periudha e shkëputjes nga familja që nuk e dinte ku ndodheshe? Do me thënë, ishte afër 9 muaj. 9 muaj. Ke qenë momentet vështira, patjetër, për familjen. Momente shumë të vështira, po posaçërisht në atë kohë, do me thënë, nëse e shohim se si komunizmi vepronte, do me thënë, ishte një gjë që nuk ke rrugë dalje. Dhe kur nisi lufta civile, unë pa shumë njerëz që serbët që i pushkatuan dhe do me thënë nga friga, ne edhe pse ishim një armatën jugoslave, ne filluam të kem, do me thënë, kriminalet sërbë që vishin dhe i mirëshim armët nga ushtria dhe bëshin të meret ndryshme. Dhe ti mëngjes ka të njëse herë, ata na vindoshin në rend dhe disa nga njerëzve dhe bëshin pushkatim ku së me je në videogame. Dhe unë s'kam ditë në çdo sekond dhe jemi gjallë ose jo. Do me thënë, ti e në atë presion që nuk din atë marrësh frymën tjetër në sekond. Po një gjë që më ka shpëtuar, së pari ka qenë gjithmonë sjellja ime, së dyti ka qenë një kapetan, ai Malizi që shkruaj në libër që shkruaj. E ke tërfyer gjithë historinë në libër, po? Ka dash, do me thënë, të më ketë si djalë, se gjithmonë atë u nevozitësha.
Dhe ata s'kishin fëmijë. Dhe baba sa I thonte babas dhe ta marri këtë gjallin do ta bëj për vete dhe baba I thotë edhe 12 kem nuk t'japi. Ti e ke për 1 vjet. Domethënë mund ta mbarësh për 1 vjet. Dhe kur erdhi puna ishte domethënë një komunist, me të vërtet komunist, jo nacionalist. Dhe është ai që mua dhe disa njerëzve që ne mbetëm gjallë që na shpëtoi jetën. Ke patur më pas komunikime me këtë që të shpëtoi jetën në vite më Me pashme? fat keq jo, se në atë kohë ne s'kishim telefona. U shkëputëm. Domethënë në atë kohë u shkëputëm edhe prej njerëzve që I disha, por shumica e tyre edhe humbën jetën gjatë luftës. Pra nuk ke më informacione të Jo, më pashme? s'ke, se unë kërkova kur filluan rrjetet sociale, kërkova disa njerëz, ama jo. Nuk gjeta asgjë. Si ndodhi që ike më pas në Angli? Kush u bë sebepi që të studioje të largoheshe nga vendi? Së pari, domethënë, ajo dëshira ime prej së vogli të krijoj, domethënë ta kryj fakultetin, të plotësoj dëshirat e prindërve të mi, se ata duashin gjithë neve si fëmijë të rritena në shkallat më të larta të edukimit. E dyta është isha me nënën. Dhe nëna gjithmonë ka besuar te kapaciteti im. Normal baba ishte njëri punëtor që I binte parat, por nga gjendja emocionale nuk ishte aty asnjëherë. Domethënë babat ne u ritëm me prindër që s'ishin asnjëherë prezent me ty si njëri. Ajo është një sfidë dhe një traumë që duhet kohë ta kuptosh se çfarë mësime ti merr prej atij sendit. Se mësova shumë sende gjatë e ditëve të sotme. E ditë korrekt, e ditë së sotme, por në atë kohë nuk e disha këtë send. Dhe ti kur e shef atë send, nëna mori para UHA prej një fëqi, që ne gjithmonë u kena ndihmuar, dhe mora biletën e fundit që ishte nga Shkupi, pa viza për në Londër. Sepse u bë sistemi I qarkullimit me viza. Ke qenë biletën e fundit. Biletën e fundit, aeroplanin e fundit, dhe mbajmen kur mbrita... Ke qenë me fat, Toni. Po, gjithë më thuajnë që ke dhe korrekt, domethënë ka diçka më të madhe se vetja. Dhe kur mbrita në Londër, e mbaj mend kur më pyetën në emigracion, si e këtu thash unë me gjithë atë konfidencën, harrova gjithë traumat, harrova gjithë frigat. Dhe fillove një jetë re. Jo vetëm aty kur hira në kufi, I tregoj njeriu thash këta janë ëndrat e mia. E kam mjaft me trauma, me probleme, me luftra, me humbje, me sende, edhe ajmë qëllojnë si, ma vendoj volosin, në pasaport, tha, kjesh një jetë mirë. Dhe kjo vullosja shërbeu për një sukses dhe një ringritje? Për një sukses kur nisën, se nuk nisa unë me sukses, nisa pa asgjë. Dhe me thënë, në atë kohë, unë isha mbrita në Londër veç me një torb të vogël, disa sandviqa në që më kishte ba, dhe një gjemper, dhe 200 markat shkohës. Dhe me thënë, 4-5 mujtë e parë kam fletë rrugëve. Ke fjetë rrugëve? Korrekt. Nuk ishit një njeri që ju prej? Jo. Dhe me thënë, këta në vete janë sfidat të mdhaja. Së pare ti si 19 vjeçar, I rikujton çdo traumë. Të erdashu të bësh dhe punë të ndryshme për të mbijetuar? Punë të ndryshme, derisa fillova të mësoj gjuhën, derisa fillova të gjindën, për punat e pare kam bërë gjithë falas. Dhe me thënë, kur shifsha rrugët e përlyera, I pastrosha rrugët. Kur kishte, dhe me thënë, pleq, kur dilshim prej supermarketit, ma mbisha edhe qojsha në shtëpi, kur më thirrshin të pastroj kopshtin, të pastroj shtëpinë, të pastroj teshat. Dhe pastaj fillova të punoj në restorane fillova gjithashtu duke pastruar, nevojtore, duke pastruar barin. Ama libri ishte gjithmonë me vete? Korrekt. Toni, me kë u hape, si shërove traumën të me të abuzimit seksual, në cilën moshë dhe cili ishte personi parë me cilin fole? Së pari, dhe me thënë, gjithmonë kam investuar të vetja. Prindët e mi filluan këtë shprehit, dhe me thënë, ata investojshin në profesor jashtë shkollimit, në matematikë, në fizikë, në informatikë. Dhe jam tepër I faleminderueshëm për këta sende. Dhe momentin kur fillova unë të punoj 2-3 puna, fillova të kërkoj shërues, fillova të kërkoj terapi, fillova të kërkoj, dhe me thënë, çdo trajnim që mund është ta kuptoj veten. Dhe me thënë, si mund ta ndryshoj gjërat që u bën pengesë dhe mura të mëdha kur jam në qytet dhe si mund të adaptohem më mirë që të kryj këto qëllime të jetës. Dhe gjatë rrugëve unë lexova shumë libra, dhe me thënë e kisha fjalorin kroatisht anglisht dhe shqip-anglisht, një fjalor të vogël. Dhe me fjalor fillova unë të mësoj gjuhën. Posaçërisht kur fillon të bisedosh me njerëz anglisht, ngadalë e fillon gjuhën. E praktikon. Dhe unë momentin që fillova të ringritem dhe të jem në para, fillova të kërkoj njerëz të ndryshëm. Po herë e parë do me thënë që kam ardhur në dije se kam pas traumë pres vogli, ka qenë moshën 28 vjeçare, kur takova duke punuar punën e parë në Amerikë, takova një njeri shpirtëror që në sy më çolloi për 1 minutë,
Të dalloj në sy që ti ke një traumë? Në sy më ka, tha nëse dëshiron, tha kjo është vizitkartja ime, tha sa jenë në Amerikë të bëjmë disa konsulta, dhe ka mënyra të ndryshme që mund ta çlirojmë atë traumë. Kur ta çlirojmë atë traumë, ti do rritesh shumë shpejt. Pra, kjo trauma të pas ka bllokuar prej kaq vitesh që ti edhe të evoluoje. As që e disha se ç'kam ka ndodhur. Domethënë, truri i njeriut si punon, domethënë kur njeriu te kalon një traumë shumë të thellë dhe shumë dhimbëse, domethënë ajo e bllokon dhe të bëhet errësi. I tregove familjes më pas? Në cilën mosh u hape me familjen? Së pari u hapon veç me motrën time në Zvicër. Domethënë, masi u çbllokova duke shuar terapia me këtë shërues në Miami, ai më ka incizuar në disa terapia. Hipnotizuese, shpirtërore? Edhe hipnotizuese, po edhe shpirtërore. Domethënë, ai bëni shumë rrugëtim shpirtërore. Domethënë, ai ka punuar përstepërmi me metodologjia të ndryshme që më përkujtoi njeriu që nana edhe baba na çoi edhe vllaun që e shëroi për epilepsisë, por gjithashtu edhe mua kur kam qenë i vogël. Dhe isha i hapët për çdo metodologji. Domethënë unë gjithmonë kam qenë i hapët për mjafton që të largohesh e të shërohesh e këtë jo traumë. vetëm të shërohesh, por gjithashtu të mësoj. Mësimin e kam pas një gjë elementare prej zvogël. Gjithmonë dëshiroj të mësoj diçka. Ku jam? Pa marrë parasysh ku jam. Dhe ajo kur ndodhi, ai më dha në atë kohë kasetofonin, atë kasetën. Tha, këtë ta ndëgjojmë me dikend që i beson 100% se ti nuk flet në anglisht. Ti flet në gjuhën që se kuptoj. Dhe flet si i vogël. Pra, ajo mosha 4 vjeçare ku dhe tu abuzove. Ishte e vështirë ta dëgjoje? Normal, se nuk beson se të ka ndodhur. Nuk beson se të ka ndodhur. Ka qenë motra aty pranë teje që... Jo, motra ishte në Zvicër, shkova në Zvicër direkt. Po, për t'ja treguar dhe për t'a ndjekur bashkë, për t'a motra ka qenë e para. Po prej atij momenti më duhet edhe 10 vjet tjera, derisa domethënë u bëna me veten paqe për çdo gjë që ka ndodhur. Jo se vetë traumën time, se këto trauma kanë qenë edhe trauma fizike ndaj nanës, ndaj motrave, trauma emocionale, domethënë ata lidhen gjithë së bashku lidhen. Dhe ti tash e shefat, domethënë një mentalitet tonin, si shqiptar. Domethënë nga jashtë jena një pasqyrë e rrejshme. Sepse gjithmonë ka qenë kjo të jetojmë për të tjerët. Korrekt. Gjithmonë kena qenë të jetojmë për të tjerët, jo për veten. Është një dobësi që domethënë e kam pas prej zvogli. Pra, e bie dhe një 10 vjeçar i bie në moshë gati 40 vjeçare ku ti e ke pranuar dhe e ke rrëfyer pastaj tek të tjerët, te libri dhe tek familja jote. Korrekt. Domethënë nuk mundesha të bëjmë një shkrimtar nëse unë me veten nuk isha i pastërt. Nuk isha shëruar nga traumat. Korrekt, nuk isha shëruar nga trauma dhe të jem i lirë, domethënë të jem pa marrë parasysh se çfarë paragjykime njerëzit do të kenë, se njeriu si njeri gjithmonë do të flasë një fjalë. Absolutisht. Aty nëse ti je dhe i lumtur? Po, domethënë aty filloi liria ime dhe lumturia ime, ku domethënë ti nuk jeton jetën se çka do të thonë tjerit. Dhe këtu filloi rrugtimi yt për të qenë një zë i fuqishëm global, për të sjellë 7 libra bestseller, për të marrë qindra çmime, për të qenë një fjalues në tet nga fjalimet e njohura botërore, ku turma të tëra njerëzish frymëzohen dhe motivohen se si ato mund të rriten dhe të transformohen. Me njërë pas reklamave do të vazhdoj bisedën me Toni, kemi shumë gjëra tjera për të zbuluar me të.